Ne kemi lënë interesin tonë vetanak. Asnjë kërkesë LDK-s ka nga kjo qeveri unitetit. Asnjë zero. Është pengesa e inatëve politike që nuk po e lën vendet mirët me politika praktike. Kam insistuar për koeficientin 150, grupi ekspert ka thonë jo. Shqipëron gjema prej kallzopikon i kam 3 çështje të cilat po do të më E para, po do më ditë sakt kujt jeni duke ja prezantuar sto 15 pika. Kemi po një refuzim, a keni marrë sinjale prej vendosës që mundet me u bashku në këtë idenë juaj apo jeni të bëma shumë për elektoratin ju tregu që na prezantuam diçka. E dyta, kemi po javën e kaluar një postim të deputetit Abdullah, i cili ka thonë se për këtë propozim duhet konsenzus po shihet që s'ka, edhe në arta e shkon mirë edhe me shkon zgjedhje, po ashtu dje anëtari i Këshillit të Përgjithshëm Valon Murtezaj tha që nuk kanë kalu ky propozim përmes strukturave të partisë, madje përmendi autokracie edhe oligarki. A keni fol me dikën për këto çështje apo vetëm jeni të propozime kokë më vete? Edhe e treta, po i shohim 15 pika. Gjatë tan këtyre muajve kemi pasur që partitë politike në Kosovë nuk kanë të mundë me u marrë vesh për me konstituu kuvendin. Me të vërtetë mendoni që kanë me mujt me umri gjitha çto propozime brenda deri në prillin e vitit 2026 ku po shohim që 30 herë i mbledh edhe sunini të u marrë vesh për kurçë. Tani kujt po ja prezantoj agjendën vendit tonë, qytetarëve tonë, partive politike patjetër. Partive politike parlamentare, liderëve të tyre. E drejta tyre është ta refuzojnë ose jo, e drejta jonë është ta insistojmë në atë që besojmë se është e drejtë. Ajo çfarë po bëjmë është nuk po pranojmë që ndrojmë vendin e njëjtë. Po bën 3 muaj, po nisemi drejt muajit të 4, partitë politike janë në pozicionet fillestare. Sikur LDK të mbeten në pozicionin fillestar, saj kërkesa ime sot do të ishte duam qeveri me stabilitet, LDK të thejë qeverinë, apo e më pas bëmi bashkë. Ne kemi lënë interesin tonë vetanak. Asnjë kërkesë LDK-s ka nga kjo qeveri unitetit. Asnjë zero. Përveç pikave që i kemi prezantuar sot këto. Pra kemi bënë një lëvizje. Nëse kjo lëvizje jonë refuzohet, le të jetë e tillë, është e drejta jonë të insistojmë, të provojmë, sepse besojmë se do të ketë arsye dhe do të ketë arsye në një pikë caktuar. Sepse besojmë se s'mund të jemi kaq indiferent në mbledhjet pafundme kuvendin e Kosovës, pa qeveri me legitimitet, e me kriza të vazhdueshme të qytetarëve të Kosovës, teksa kemi shndruar skenën politike në një show të trishtueshëm politik. Pra drejtën tonë du ta bëjmë. Sa i përket çështjes së zgjedhjeve, po mund të shkohet zgjedhje, po dhe për zgjedhje du të ulemi. Por është papërgjegjësi e madhe ndaj vendit. Shumë papërgjegjësi e madhe. Secili njeriu në Kosovë që flet për zgjedhje të reja, e vazhdimësi të krizës edhe pas zgjedhjeve të reja, nuk bën as përpjekjen më të vogël për të krijuar institucionet e Republikës Kosovës. Po shkojmë zgjedhje, nëse partitë tjera vendosin shkojnë zgjedhje, nuk është çështje kjo. Mos lehtë shkojmë zgjedhje. Dhe më pas mos kemi legitimitet të plot edhe për një vit tjetër. Dhe sa i përket konsultimeve të brendshme, nuk do të dëgjoni nga kryetari i LDK-s atake sulme ndaj njerëzve të LDK-s, janë fundja njerëz që kanë prezantuar e propozuar vetë edhe në organet e partisë, pse dikush s'është i përfshirë në trupat partijak, do të thotë që asnjëri prej tjerëve s'është përfshirë në konsultime. Ka thash fillim me 15 maj ne kemi pas grup për bashkët të kryesisë dhe të deputetëve me votë unanime. Është votuar ideja e tillë, është ideja ime, e konsultuar me nën kryetarët e partive, e prezantuar para kryesisë, para deputetëve të komandit, më pas pikat janë ndërtuar me ekspert programor të LDK-s. Ajo që unë dëshiroj të them është të gjithë ata që provojnë të sulmojnë LDK me terminologji të partive tjera, që gjejnë vullnetin disi 10 herë të flasin kundër LDK-s. E asnjë fjalë të vetme. Asnjë fjalë të vetme për gjitha të lashët të mundshme të një pushteti që s'ka as legitimitet, për gjitha krizat e mundshme. Nuk i bëjnë dera vetit, por më lejoni të kursejmë kaq në çështjet e brendshme partijake. I zgjidhim në kuvendet e brendshme, aty elektorati i LDK-s flet qartë, ka folë shumë qartë, por konsideron këtë pjesë demokracisë. Pra aq demokratike është LDK-ja, saqë edhe njerëzit që unë i propozoj i përdorin fjalët e partive tjera për të akuzuar partinë që unë po provoj ta ndërtoj e ta rikthej nga pozita ku e kanë lënë ata vetë. Po thonë një çështje të tretë, cila është çështja e tretë? Fani. Pyeta
cilat janë që keni pritshmëri që çdo 15 pika keni me mund me përfundu deri Patjetër. kurse të mund të morr vesh Shqeqoni. që 38 Jo, shqeqoni, këto janë çështje programore. Unë besoj që ekspertët, njerëz politikë që mirën vesh me politika praktike din ta bëjnë punën më mirë se politikanët din të bëjnë marrëveshje. Pra nëse themi që ne duhet ta bëjmë një strategji kombëtare të mbrojtjes, më besoni ushtarakët profesionistë të Republikës Kosovës do ta bënin shumë shpejt. Strategjinë. Nëse flasim për një strategji të arsimit, besoni se ekspertë më të mirë, për mësim tërditor, me politikanë që bëjnë këtë ekspertizë të qëllimshme, do ta bëjnë për këtë periudhë. Është pengesa e natëve politike që nuk po e lën vendet mirët me politika praktike. A kuptoni që ne 4 muajt e fundit flasim për faje të një procedure konstitutive dhe për një emrit përveçëm si kryetar të kuvendit ose jo, e më besoni janë me mira probleme qytetarëve të Kosovës që presin zgjidhje. Pra besoj që ne duhet jemi më optimistë sepse s'po flasim për shkencë raketore. Po flasim për disa pika në një digastar shtetëror me 4 miliardë euro buxhet, me një qeveri me 20 ministri, me gjitha partitë politike, me ekspertët më të mirë për një periudhë kalimtare. Besoni që janë të mundshme, të lehta të bëshme, madje nuk janë as shumë ambicioze, por asa do dëshirojnë në tishin. Basa thotë çka mund ta më lexoj te këto 15 pika, por shkak se nuk është është mirë me marrë me analizu pak. Po, nuk është që mund ta më bë analizë të thellë. Patjetër. Megjithatë, po, në bazë të çfarë çka mund ta më lexoj çat pjesa jemi këtu, po duhet të sqarojmë te pika 2 dhe te pika 3. Te pika 2 është rritja e pagave, po nuk përmendet kërkun sa ka më qenë rritja e pagave. Edhe ku kanë më u marrë ato para, edhe te pika 3, po citoj. Gjetjen e zgjidhjes së përshtatshme për sektorin privat në drejtim të operimit të tyre në treg të lirë. Cila është kjo zgjidhja e përshtatshme? Për shkak se po thuhet me u gjet një zgjidhje, patjetër. E qartë. Po dina ku është problemi. Po, patjetër. Kanë qenë pika diskutuese edhe të hartuesve të dokumentit. Unë kam insistuar që të vendosim për shembull, meqense po më thonë që jam autokrat, unë kam insistuar për koeficientin 150, grupi ekspertë ka thonë jo. Nuk bën një gjë të tillë sepse ke parti tjera që më pas ta interpretojnë si premtim elektoral të ndër. Ti duhet tulesh me parti tjera, thuash sa po rrisin pagat. Sipas mendimeve politike gjitha partive, për atë arsye është aty. Po të shon kryeministër se të pagat do të ishin me koeficient 150 sepse kanë premtuar se në javën e parë do të bëhet një gjë e tillë. Për propozimin e LDK-s, ne kemi thënë të zgjidhjet kalimtare, ne kemi thënë që tregu energjetik ende nuk është i liberalizuar, është në letër, por në praktik nuk është. Të si tillë bizneset nuk e trajtojnë si të lirë dhe nuk janë të gatshme ta trajtojnë. Janë dy rrugë këto, ose shtyhet vendimi e më pas rrezikohet furnizimi me energji elektrike për Republikën e Kosovës ose të subvencionohet. Ende askush s'ka dhënë zgjidhje të tretë përveç le t'i lëmë kështu siç janë. Ne po pretendojmë që kemi një zgjidhje, mund të shohim dhe mendime të tjera, por një qeveri e unitetit me një kryeministër të unitetit e merr njërin prej këtyre vendimeve dhe bën një zgjidhje praktike. S'ka po më zgjidhje edhe ndetëra? Do të ishte një farë bën, por do të ishte një farë kufizimi e le të themi i mundësisë hipotetike që palët tjera kontribuojnë mediat e tyre në krizat e tilla. Mos ta kemi, ne kemi zgjidhjet, por mos ta bëjmë as në ngurt saqë mos lëm hapësirë për të tjerë. A i keni nisë këtë letër të partitë të tjera? Jo, është e para herë që komunikoj publik me ju, natyrisht nëpërmjet juaj edhe tek partitë tjera, kjo është pjesë e diskutimit publik. Por të lutem lexoje, analizoje, do ta mbajmë një konferencë për pat nevojë dhe të ardhmen.